Babi, pse i shmangesh debateve që lidhen me Edin? Kushtrimi ta ka bë këtë pyetje ty. Arova të përshëndesim edhe restoranin. Ta falenderojmë na në fund të kom për detyrë si moderatore, veç vazhdo përgjigjet lutem. Këtë pyetje do të ishte e bukur kushtrimi t'ja bëj pyetje Edin, sepse unë në 2 prajme, jo të fundit, po 2 prajme të kaluara, po më pëlqejnë pyetje. Edit ja kam kërku debate, por ai nuk është i gatshëm me atë muskulos të cilën e ka treguar të banorët e tjerë të unë sun tregohet. Unë jam i gatshëm. Ndoshta mos mendon që edhe nuk po të konsideron hiç? Nuk mundet më konsideron sepse ai e di që jam lojtari i fortë edhe nuk është të jap shans me u marrë me të hiç. Unë e shoh më shumë prej anës Edit që është të injoru, nuk është të konsideru absolut si... Nëse mu produksioni më ka konsideru dhe publiki që më ka pru këtu, nëse është drejta e tij, që jam një lojtar këtu për këtë formatin, ai duhet ballafaqohet me mu, po jo vetëm në momentin që qohet thotë që mu 2 orë të guxon me më fol kërkush, edhe jashtë, edhe këtu, ashtu e kam. Okej, domethënë ti nuk i shmangesh. Jam fitness, jam tani edhe ku ta gjej unë, a shkoj me zonë? Nëse dhe unë jam 2 herë prajme kam kërku debat. Ti nuk i shmangesh debateve, është Edi që i shmanget debateve me ty. Okej. Edhe kësaj. Shkurta, kushtrimi pyet për ty.